Kryengritja armatosur e popullit shqiptar kundër pushtuesve italian në krahinën e Vlorës u mbrojt që me Kongresin e Lushnjës në janar 1920 e deri në fillimin e veprimeve luftarake më 5 qershor të atij viti. Protektorati Italis mbi Shqipërinë, pas vendimeve të konferencës së paqes në Paris, shërbeu si nyje nevralgjike për nisjen e luftës. Vendimi u mor nga përfaqësuesit e krahinës së Vlorës, të mbledhur në kuvendin e Barçallas më 29 maj 1920, të mbështetur në heshtje nga qeveria e Tiranës. Deputetët e Vlorës në Këshillin Kombëtar, Qazim Koculi dhe Spiro Koleka, ishin të bindur se bisedimet shqiptaro-italiane nuk do të shpinin gjëkundi. Në këto rrethana, me mbështetjen e heshtur të qeverisë së Tiranës dhe të popullit të Labërisë, nisi lufta heroike për marrjen e Vlorës. Në këtë përballje morën pjesë rreth 20.000 luftëtar nga gjithë Shqipëria. Trupat kundërshtare nuk mundën të çanë rrethimin e forcave shqiptare dhe për rrjedhoj, më 2 gusht 1920, Roma u detyrua të nënshkruante me ekzekutivin e Tiranës protokollin shqiptaro-italian. Krahas krahinës së Vlorës, qeveria italiane tërhoqi garnizonet e saj ushtarake edhe nga Saranda, Durrësi dhe Shëngjini. Evakuimi i trupave italian përfundoi në 3 shtator të atij viti.